Aktoria dhe ish-banorja e Big Brother VIP Ariola Demiri ka ndarë me ndjekësit e saj një lajm të dhimbshëm, ndarjen nga jeta e gjyshit të saj të dashur. Me një postim të mbushur me emocion dhe dashuri, Ariola e kujton atë si një figurë emblematike në jetën e saj, një baba të dytë, mik, mësues dhe frymëzim. Një shpirt i pastër që më ka dhuruar dashuri pa kushte, shkruan ajo ndër të tjera duke rrëfyer mirënjohjen për kujtimet dhe mësimet që ai i ka lënë. Ariola thekson se është me fat që fëmijët e saj patën mundësinë të njihnin një burr të tillë të mbushur me dashuri, fisnikëri dhe krenari. Në rreshtat e saj prekës, ajo e përshkruan ndarjen si të vështirë, por me një zemër plot dashuri dhe respekt. Kam qenë, jam dhe do të jem gjithmonë vajza e gjyshit, shkruan Ariola, duke i dhënë lamtumirën e fundit një prej njerëzve më të rëndësishëm të jetës së saj. Ajo mbyll postimin me fjalët prekse: "Për jetë, Lolo Pacolja jote", një nofk personale që tregon lidhjen e veçantë mes tyre. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.